Ndeshja mes Polonisë dhe Shqipërisë në stadiumin e Varshavës ka qenë ajo me numrin më të madh të tifozëve mes të gjitha sfidave të play-offit të botrorit që u zhvilluan në 24 orët e fundit, sipas të dhënave zyrtare të takimeve. Shifrat tregojnë se kjo ndeshje ka pasur një prani shumë të madhe tifozësh, me një diferencë të ndjeshme me të gjitha sfidat e tjera që janë luajtur për rrugtimin drejt botrorit. Në stadiumin e Varshavës ishin të pranishëm më shumë se 56.000 tifozë, me një diferencë prej 15.000 personash, me ndeshjen e dytë me më shumë mbështetës, atë mes Kaledonisë së Re dhe Xhamajkës. Edhe një sfidë ndezur si ajo mes Turqisë dhe Rumanisë nuk i afroi duelit të kuqëzinjve, pasi ajo u ndoq nga thuajse 40.000 tifozë. Ndeshja e kësaj të martë mes Ukrainës dhe Shqipërisë do të jetë padyshim e pazakon dhe jo vetëm për faktin se përballë janë dy skuadra, të cilat më shumë do të preferonin që të kalonin pushim datën e lirë nga FIFA pas zhgënjimit në kualifikueset e botërorit. Ukraina u mund nga Suedia dhe Shqipëria nga Polonia në play-off, duke i dhënë fund ëndrave për botërorin, por janë detyruar nga FIFA që të luajnë miqësore me njëra tjetrën. Dhe sigurisht nuk do të jetë momenti më i mirë për lojtarët pas këtij zhgënjimi historik për të dy palët. Por ndeshja do të jetë shumë absurde edhe për një tjetër arsye. Si trajneri Sergej Rebrov i Ukrainës, ashtu edhe Silvinjo i Shqipërisë, nuk pritet që të vazhdojnë në drejtimin e përfaqësuesve përkatëse. Të dyja në fundin e kontratave të tyre dhe të patën sa i përket palës ukrainase, për Rebrov, ajo me Shqipërinë pritet të jetë ndeshja e fundit në stolin e ekipit. Mbetet ende për të vendosur se çfarë do të ndodhë me Silvinjon, nëse kontrata e tij do të cilësohet e mbyllur pas kësaj sfide për t'i hapur rrugë një trajneri të ri, apo nëse palët do të ulen në tavolinën e bisedimeve për të gjetur një marrëveshje të re bashkëpunimi, ndonse kjo e fundit duket thuajse e pamundur pas paraqitjeve të fundit. Ndeshja e Shqipërisë ndaj Polonisë në Varshavë është mbyllur me shumë dëshpërim mes futbollistëve kuqezi, me një pjesë të madhe të tyre që refuzuan edhe të flisnin para mediave në fund të duelit si pasojë e gjendjes emocionale. Një nga ata ishte edhe Elsejt Hysaj, mbrojtësi veterani kombëtares dhe rekordmeni i pranive me fanellën kuqezi. Por mbrojtësi ka zgjedhur rrjetet sociale për të shprehur zhgënjimin e tij pas atij eliminimi në rrugtimin drejt botrorit që dukej si shansi i fundit për 32 vjeçarin. Ëndra ndaloi, por jo dashuria për këtë komb, për këta tifoz, për këtë fanell. Shkruante Hysaj në rrjetet sociale me një mesazh që ka marrë menjëherë mbështetjen dhe komentet e futbollistëve të tjerë të kombëtares shqiptare si Manaj, Muthi, Daku, Seferi, Sheu apo edhe Berisha. Yasir Hasani ishte heroi i Shqipërisë në kualifikueset për Europianin 2024. Me 3 gola dhe 3 asistime kontribuaj në 4 fitoret që u grumbulluan te faza e grupeve. Trajneri Silvinjo u bë aso kohë mjaft i dashur për tifozët kuqezi. Eksperjenca e Hasanit me kombëtaren mori një kthes të papritur në vitin e kaluar. Trajneri e aktivizoi titular ndaj Anglisë në ndeshjen hapse për kualifikueset e botrorit. Pas atij momenti, janë luajtur 8 ndeshje zyrtare ku sulmuesi nuk ka fituar asnjë minutë. Madje dje Hasani përfundoi në tribun për herë të parë nga Silvinjo. Kujtojmë se me brazilianin në krye deri me Anglinë, Hasani është aktivizuar në çdo ndeshje. Sfidat e fundit ku është aktivizuar janë miqësoret me Gibraltarin dhe Jordanin. Hasani madje shënoi ndaj Gibraltarit. Ndryshimi i qasjes së Silvinjos me futbollistin e kombëtares është i qartë. Hasani nuk bën pjesë në planet e trajnerit, që i dha mundësinë e debutimit. Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, zyra e shtypit në Federatën Shqiptare të Futbollit ka bërë me dije se 2 nga lojtarët e skuadrës nuk do të udhtojnë drejt Valencës për testin miqësor ndaj Ukrainës. Bëhet fjalë për Arlinda Jetin dhe Ylber Ramadanin. Mbrojtësia Jeti u zëvendësua gjatë pjesës së parë të ndeshjes Polonisë-Shqipëri dhe sipas vlerësimeve të para ka pësuar një luksacion të shpatullës së majtë. Për këtë arsye, ai nuk do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e ardhshme dhe do të kthehet në klub për vlerësimet përkatëse. Ndërkohë për sa i përket Ramadanit, Federata bën me dije se mes fushori do të kthehet në shtëpi, pasi gruaja e tij është shtatzën dhe është gati për të lindur. Vlen të theksohet fakti se për sa i përket Ramadanit janë hapur zëra se ka pasur pakënaqësi mes tij dhe trajnerit pas ndeshjes me Polonisë, ku mes fushori nuk u preferua asnjë minutë. Polonia nuk ishte në ditën e saj dje, ndërsa Shqipëria ishte pranë kualifikimit historik. Avantazhi 0-1 në pjesën e parë pas golit të Arber Hoxhës shtoi shpresat se kuqezinjt do të shkonin në finale të play-off për botrorin. Në fund, polakët fituan 2-1 përmbysje. Mediat në Poloni nuk janë kursyer, edhe pse triumfuan.
Mati Kesh ishte një ndër lojtarët më të kritikuar, ndërsa luajti si mesfushori djathtë në rreshtimin 3-5-2. Për futbollistin e Aston Villës, është shtuar në përshkrim se dukej si lojtari i 12 i Shqipërisë në pjesën e parë. Disa herë në pjesën e parë, dukej si lojtari i 12 i Shqipërisë, veçanërisht në zonën tonë të penaltisë. Kundërshtar të nivelit më të lartë, do të kishin kthyer të paktën një rast nga dhuratat e tij në gol. Fatmirësisht, ai shmangu një gabim të njëjtë në pjesën e dytë. Gjithsesi, mund të presim më shumë nga ai në sulm, ishte vlerësimi i sportive faktit. Jan Bednarek po kthehej gjatë natës së të enjtës në një hero, jo për Polonin, por për Shqipërinë. Gabimi i tij në kontrollin e një topi të gjatë nga Ismaili solli golin e avantazhit të shënuar nga Hoxha dhe i dha një shtys kuqëzinjve që të ndërronin për botrorin 2026. Për fat të keq, Polonia përmbysi shifrat në pjesën e dytë, por Bednarek ishte shumë i lehtësuar që gabimi i tij nuk rezultoi fatal. Ishte një gabim i thjesht nga ana ime dhe një mësim dhe eksperiencë e madhe për të ardhmen, për të mos ndryshuar mendjen në minutën e fundit. Në atë situatë kisha gjithçka nën kontroll dhe vetmja gjë që dështoi ishte vendimi në fund fare. Në fillim doja t'ja kaloja topin e parë Kivjorit, por pastaj pash se kisha shumë hapësirë përreth meje dhe vendosa ta merrja topin. Si rezultat, bëra një gabim të thjeshtë, por për fat të mirë treguam se jemi një ekip. Dhe kur një lojtar bën një gabim, ka të tjerë që do ta zgjidhin, dhe për këtë meritojmë të marrim meritat. Leva shënoi një gol të shkëlqyer nga goditja standarde dhe Zielinski kishte bërë edhe më parë një gjuajtje të shkëlqyer që mund të kishte përfunduar në gol. Një peshë e madhe më është hequr nga zemra sepse shumë mendime më kalonin nëpër kokë. E dija sa e rëndësishme ishte kjo ndeshje për ne, për tifozët tanë dhe për kombin. Ishte e vështirë, por kam pasur shumë momente të vështira në jetën time dhe kjo më dha eksperiencën për të përqendruar në hapin tjetër. Ne e fituam ndeshjen dhe tani të gjitha mendimet e mia janë të përqendruara te Suedia, tha Bednarek. Por çfarë ndryshoi mes pjesës së parë dhe të dytë që ndryshoi edhe qasjen e Polonisë, e cila dukej në gjysmë në pjesën e parë? Shkëmbyen fjalë të rënda dhe të sinqerta në dhomën e zhveshjes. Kto nuk ishin vërejtje emocionale, por të tilla që na ndihmuan të rregullonim taktikat tona. Ndeshja filloi shumë mirë, por më pas loja jon u dobësua pak. Pati gabime, përfshirë edhe atë që bëra unë. Është e natyrshme që në një situatë të tillë të ketë një ndjenjë pasigurie, jo vetëm brenda ekipit, por në të gjithë stadiumin. Por kështu e një ekip që mund të dalë nga telashet. Ndikimi emocional ishte i jashtëzakonshëm. Për fat të mirë, tani mund të përqendrohemi te Suedia dhe që në fund të takohemi të gjithë në Kupën e Botës në qershor. Tham në pushim se mund të ndryshon informacionin ton pasi të kalonte pak kohë. Mendoj se patëm disa probleme me këtë formacion sepse patjetër duhet ta lëvizim topin më mirë dhe të përqendrohemi te topi. Në këtë formacion jemi 4 veta në mbrojtje në vend të 5, kështu që ka më shumë rapim, por edhe më shumë lojtar në sulm. Kundërshtarët tanë duhet të mendonin për mbrojtjen dhe kjo është një nga arsyet pse fituam, shpjegoi Bednarek.